Shikoni kur Odoaceri e ka mposhtur perandorin romake, Evropa është shndruar në analfabete. Do me thonë, është ndërprer shkrimi. Ata nuk kanë qenë barbarë në kuptimin e vrasësve, përdhunuzve, thjesht kanë qenë analfabet, dhe su ka interesuar shkrimi. Dhe kjo është ndeshur po ashtu me formcimin e kishës në prominencën e saj në atë kohë, kështu që gjithçka që ka ekzistuar si dije është shuar. Që ajo është mesjeta e tillë dhe nuk është as në gjuhë të tjera, nuk mund të gjejmë aq shumë rrallë tek tuk ndonjë shkrim në gjuhë të tjera. Nuk po të kishim të antikitetit në ilirishten, atëherë ajo do të na zgjidhte problemin në masë të madhe, por nuk ka. Dhe të parën të cilën e kemi të dokumentuar është formula e pagëzimit e vitit 1462 dhe kjo ka qenë një formulë, një prift i cili ka dhënë një sekretari i Skënderbeut i cili ka lëshuar një qarkore me të cilën u tregon priftërve që të bëjnë pagëzimin e fëmijëve, që të mos ketë nevojë, domethënë siç e dini, nëse fëmia nuk pagëzohet dhe vdes ai shkon në ferr dhe që të mos komplikohen, mos shkojnë fëmijët në ferr, atëherë ja japin formulën e pagëzimit që ti, nëse janë duke vdekur, atë diçka ti pagëzojnë.